Në këto pak ditë dhe pak netë Ramazanit, ju rekomandoj t'i bëni këto lutje. O Allah, më dhuro sukses në këtë botë dhe në ahiret, siguri nga zjarri i xhehenemit, dhe më mundso hyrje në xhenet. O Allah, më fal mua, prindrit e mi, familjen time, motrat, vëllezrit, fëmijët, të afërmit dhe të gjithë besimtarët. O Allah, më bëj mua dhe familjen time nga të djathtit, nga ata që do të marrin librin e veprave në dorën e djathtë. O Allah, më jep një vdekje të bekuar, më lejo të them shahadetin gjatë vdekjes, më mundson ndërmjetësimin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O Allah, më mundso shoqërinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij dhe sahabëve në xhenet. O Allah, udhëzoj prindrit e mi, familjen time, fëmijët dhe ata që i dua dhe shpëtoj nga zjarri. O Allah, më bashko në xhenet me ata që i dua për ty. Ja Rab, të lutë të përsosësh fenë time dhe adhurimin tim. O Allah, pranoj veprat e mia, më shto shpërblimet dhe mëshirën tënde. Pastro mëkatet e mia dhe mi fal ato plotësisht. Lësho mëshirën tënde mbi mua dhe më shpëto nga turpërimi ditën e llogarisë. O Allah, më jep mua, prindërve të mi, familjes dhe fëmijëve, udhëzim, qëndrueshmëri në fe dhe iman. O Allah, më bëj nga ata që ti i do, i fal dhe i vendos në hije, ditën kur nuk ka hije përveç hijes së arshit tënd. O Zoti im, mos të ketë dyshimi vend në besimin tim, në njëshmërinë tënde dhe fuqinë tënde. O Allah, më shto dashurinë për ty dhe pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O Allah, më fal dhe më shto bekimet dhe begatitë tua. O Allah, më udhëzo për më shumë mundësi për të bërë mirë, duke kërkuar kënaqësinë tënde. Ja Rab, pastro synimet e mia, le të jenë ato vetëm për ty, dhe mos lejo syfaqësi në mua, më shpëto nga arroganca dhe krenaria e gabuar. O Allah, mos lejo që të lëndoj, ofendoj, të përgojoj të tjerët, apo t'i bëj padrejtësi atyre. O krijuesi dhe furnizuesi im, mos më lër vetëm. Më beko me familje të drejtë dhe fëmijë të cilët do të jenë freski e syve të mi. O Zoti im, më bëj prej atyre që janë të durueshëm dhe të bindur ndaj teje dhe prindërve. O Allah, më shpëto nga fitnëja e Dejxhallit. O Allah, më shpëto nga dënimi i varrit dhe dënimet e zjarrit të xhehenemit. O Allah, më shto dhënien e sadakas. O Allah, më beko me shëndet të mirë, kështu që unë mund të bëj sejdë me lehtësi. O Allah, më shëro me shërim të plot nga çdo sëmundje. O Allah, shëroj të sëmurët prej nesh. O Allah, më shto dhënien e sadakas. O Allah, më beko me shëndet të mirë, kështu që unë mund të bëj sejdë me lehtësi. O Allah, më shëro me shërim të plot nga çdo sëmundje. O Allah, shëroj të sëmurët prej nesh. O Allah, falje më shiroj besimtarët e vdekur e bëj varret e tyre kopësht prej kopshteve të xhenetit. O Allah, më fal, më shiro, më udhëzo, më jep shëndet dhe më furnizo. O Allah, më jep të mira në dynja dhe ahiret, e më ruaj nga zjarri. O Allah, më mundso të dal nga ky Ramazan me gjunahe të falura. O Allah,
më jep sukses kudo, mi zgjidh problemet e mia dhe mi rregullo çështjet e mia. O Zoti im, më jep dituri të dobishme, furnizim të mirë e vepra të pranuara. O Allahu im, më bëj që të më mjaftoj halali yt dhe të mos i afrohem haramit, si dhe më bëj të pasur me mirësitë e tua, që të mos kërkoj prej tjetër kujt përveç teje. O Allahu im, kërkoj mbrojtjen tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga kopratësia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve. O Allah, më mundso kryerjen e haxhit. O Allah, mos më turpro ditën e gjykimit, mos më turpro përpara teje, përpara pejgamberëve, përpara melekëve, përpara njerëzve. O Allahu im, më ruaj prej ndëshkimit tënd të ashpër. O Allah, më mundso të kaloj urën e siratit me lehtësi. O Allah, më jep xhenetin Firdeus. O Allah, bëje ditën kur do të dalë përpara teje, ditën më të lumtur të jetës time. O Allah, më mundso shikimin tënd në xhenet. Amin, amin, amin.